Veza është një ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese renditur në listën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët, sido të jenë të gatuara. A i keni pyetur veten se cila vezë është më e vyer dhe sa vezë është mirë të konsumoni në ditë? Rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave rezulton që 2 deri në 3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega 3, e cila konsiderohet sot në botë super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Janë një listë me të mirat që i vijnë organizmit dhe shëndetit nga konsumimi i 2 vezëve në ditë. Truri gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitamine e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënjen e kujtesës. Shikimi ruhet fal luteinës. Vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mpret. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalcium. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zier, gjasat janë të preferojë këtë të fundit. Sidomos në qoftë se ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të 2 rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë duke i ushqyer pulat në mënyra të veçanta. Vitamina D ndihmon kalciumin për t'u absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe këmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokët dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë në forcimin e flokëve dhe lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Veza është një ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese renditur në listën e 10 super ushqimeve dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët, sido të jenë të gatuara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.